pas një mungese të riavorshë, po ju kthehemi mimberit të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Këtij mimberit që na ka na bën dhe besojmë fuqishëm se gjithmonë do të na bëj krenar. Këtë mimber që e kemi shfrytzu, do ta shfrytëzojmë gjithmonë për të mirën e fesë, për të mirën e atdheut, për të mirën e individit dhe për të mirën e shoqërisë mbar. Ky mimber i Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam fuqizon gjoksat tonë, mendjet tona, familjet tona dhe shoqërinë tonë. Ky mimber jep këshilla edukative që i mungojnë shoqërisë, ngjall tema që duhet shoqëria ti merr dhe ti mbaj ato tema, sikur që të njëjtën kohë kritikon nga pak aty ku besimtari, ku shqiptari dhe shoqëria jonë nuk duhet të gjindën në ato vende dhe në ato tema. Të dashurit e mi, na qysh nga gjumaja e parë e janarit, kemi folë për familjen dhe rreth familjes. Kemi mbajt 19 gjuma për familjen, e do të vazhdojmë me gjuman e 20 me radhë, përsëri duke folë për familjen, për një stabilitet familjar ndërmjet ndikimit të jashtëm dhe përgjithësisë së brendshme. Është e vërtetë se familjet e tona po ndikohen nga jashtë, nga rrethi dhe çdo gjë që është jashtë. Mirë po është edhe mëse e vërtet se po mungon përgjegjësia prindërore, përgjegjësia e brendshme për ta ruajt këtë oazë, për ta ruajt këtë fole dhe për ta ruajt këtë institucion të shenjtë qysh është familja. Dashurit e mi, një nga begatit më të mëdhaja që Allahu Dhul Gjelali ka dhuru njeriut pas besimit në Zot është familja. Familja është vendi ku forcohet karakteri, ku edukohen brezat, ku gjenë rahati njeriu, ku ruhen vlerat dhe ndërtohet e ardhmja e një popullit e sigurt fillon nga familja. Sot familja po përballet me sfida të mëdha. Nuk janë këto sfida vetëm probleme ekonomike, ato që kërcënojnë familjen tonë, por ndikimi nga jashtë, që hyn dhe ka hyrë dhe po depërton në çdo familje tonë, përmes telefonit, përmes ekranit dhe përmes rrjeteve sociale. Në këtë kohë shpesh harrojmë përgjithësinë e brendshme. Përderisa më herët jemi interesuar për fëmijët, për shoqërinë e fëmijëve tanë, se me ka po shoqërohet e vladi ynë, sot është imediate kërkesë që fëmijëve tanë tua kontrollojmë shoqërinë që e kanë në rrjete sociale, që tua kontrollojmë bisedat e tyre, që tua shiqojmë postimet e tyre, që t'jemi shumë inteligjent edhe për fjalët që i thojnë aty t'i analizojmë çka ka pas për qëllim me këtë fjalë djali apo vajza ime. Zoti po thot në Kur'anin famadh, o ju që besuat, ruani veten dhe ruani familjen. O besimtar, ruje vetveten, ruje familjen, fort ruje familjen. Ky ajet nuk ju drejtohet vetëm imamve, nuk ju drejtohet vetëm mësuesve, por ju drejtohet mbar shoqërisë për secilin dhe pikërisht secilit bab dhe secilës nan. Familja nuk është vetëm një e drejtë që e gëzojmë,
por familja është një amanet për të cilin do të pyetemi para të Madhit Zot Dhul Xhelal. Familja është amanet, nga amanetet më të mëdha mas besimit në Zot është familja. Ashtu qysh e ruajm imanin, duhet ta ruajm familjen. Në moment që nuk e kemi këtë interesim për ruajtjen e familjes, besoni që shumë shpejt është duke na ikë dhe duke na dalë prej dorës. Sot armiku i familjes nuk vjen dhe nuk ka shtuar gjithmonë përmes derës. Shpesh hyn nga telefoni, përmes telefonit, përmes ekranit, hyn nga krahasimet e pafundshme. Njerëzit shohin fotografin e zgjedhur me kujdes dhe mendojnë se të tjerët jetojnë pa probleme. E keni vrejt fotografitë që i marrëm dhe që i postojmë. Cilat i postojmë? I postojmë ato që kemi dalë më bukur, më të hareshëm, më të disponuar, dhe të tjerët kur i shiqojnë fotografitë dhe i krahasojnë me të tyre, thojnë, këta u knaqën, na jemi të vujtën. T'jeni pak më të menqër, se edhe ato janë në gjendjen e juaj, por vetëm e kanë bo një krahasim, fotografinë më të mirë e kanë postuën. Gruaja krahason burrin e saj me burrat që shef në internet, që ato i bojnë me inteligjencë artificiale, të veshur mirë, të buzëqeshur, të hareshëm. Dhe i thot, pse ti s'po ke shkor? Pse s'po vesh është i mirë? Pse nuk po rren kështu? Pse nuk po i pret flokët kështu? Pse nuk po e vesh këtë rrobë? Apo atë rrobë? Ka dalë, ma e meqme të jesh. Ti je duke bërë krahasimin me një fotografi që nuk është edhe aq reale. Burri krahason jetën e tij me jetën e të tjerëve, apo të tjerave. Fëmijët krahasojnë familjen e tyre me atë që shohin në rrjetet sociale. Rezultati është pakënaqësia. Shiqo bab, non, krejt po dalin në shëtitje, krejt po dalin piknik për çdo ditë, po hajnë, po pinë për çdo ditë. Shiqoni, çfarë veshje po bojnë për çdo ditë? O djalë, o vajzë, mos e bën këtë krahasim. Shiqoj mundësitë e tua. Ndoshta ato i kanë përmbledh fotografitë e një vitit dhe po i postojnë sot. E që unë sugjeroj që fotografi me ushqim mos me bërë, mos me postu, sepse dikënd e lëndon. Edhe ti e të dalë me prind, edhe ti e duke shfrytzu kohën me prind. Nuk je që asnjëherë nuk je të dalë, përveç se ti e duke ju marrë lakmi fotografive të ndryshme që janë duke postu. E Allahu Dhul Xhelal në kaptinën Taha, në ajetin me numër 131, thot: "Wala tamudanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya." Mos i zgjat një syt drejt asaj që ne ua kemi dhënë disa grupeve prej tyre si stoli të jetës së kësaj bote. Mos i zgjat një syt vetëm ka të mira që i pas kanë disa. Zgjat i syt pak njoftohu edhe me vetveten tënde, edhe me mundësitë e tua. Shumë shtëpi nuk po rënohen nga mungesa e bukës, por po rënohen nga mungesa e kënaqësisë familjare. Nuk po rënohen nga varfëria, por po shkatërrohen nga krahasimi duke e bërë veten dhe familjen me të tjerët. Mos bëni krahasime të këtilla. Islami ju na ka mësuar kur ta shiqoni dika në aspektin imanor që është mbi teje, merrja lakmia ti. Dikush që ka dituri ma shumë se ti, merrja lakmia tina. Që ka bëu ky me dituri, me mësim, mëso edhe ti. Ngritë nivelin e vetdijes, në të kundërtën krahasimeve tjera kime javëpohen sherrin. Është shumë e lehtë të hedhim fajin kohës.
Sikur që është shumë e lehtë ja hedhim fajin rrjeteve sociale apo fajin teksteve të ndryshme, por pyetja është, apo i kryjm detyrat e tona ne në shtëpi? Apo bisedojmë me fëmijët tanë ne? Apo i dëgjojmë problemet e tyre? Apo folemi bashkë me ta? Apo lexojmë Kur'an së bashku me ta? Profeti Muhammed thëjke, ndërtoj një familje të fort, ndërtoj një familje të fort, me mëshirë dhe me komunikim. Profeti ishte pejgamber, udhëheqës, gjykatës dhe komandant, me gjithatë a i gjejke kohë për familje. Ne gjitha në kohë mi themi, s'po ka kohë me ju përkushtu familjes, po ne kur po gjejmë kohë për kafe, për piknik, për dalje, për shoqëri, pse nuk gjejmë kohë për familjen tonë, së do shumë në krizë kjo çështje, po gjejmë kohë për gjithë kënd, vetëm për familjen tonë ju. Të dashurit e mi, kur mungon dialogu, lind përçarja. Kur mungon respekti, lind paragjykimi. Kur mungon edukimi, lind devijimi. Kur mungon dashuria, lind dhe krijohet ftohtësia. Pastaj çuditemi pse fëmijët tanë kërkojnë ngrohtësi dhe qetësi jashtë familjes. Kur dalin jashtë familjes, janë qetë, hareshëm, të buzëqeshëm. Në familje, su kur m'ja vra 7 antar të familjes. S'ke e shkur. Gjithmonë i nervozum, gjithmonë me kritika, gjithmonë me zëtë ngritur. Ashtë një arsye këto, se ne nuk jemi duke ju afru ngrohtësi shpirtërore dhe afërsi atyve familjarëve tanë. Pse rrina larg familjes? Pse po e krijojmë ne këtë konflikt? Familja është një kopsht. Familja është një kopsht. Nëse nuk e ujitmi, thahet. Nëse nuk e ujitmi pemt, barin, thahet, nuk kime pa ma gjelbrim. Për këtë dietarët thojnë, shumica e problemeve familjare nuk mburojnë nga mungesa e të drejtave, por nga mungesa e moralit në kërkimin e këtyre të drejtave. Sa e vërteta është kjo, dashurit e mi? Secilit kërkon të drejtat e veta, por pak kush pyet cilat janë detyrat e mia. Kjo është e drejta jemja, kjo më takon mua, kjo është e drejta jemja, mos më hop këtë drejt. A kemi shtru pyetje cilat janë detyrat e mia? Fëmija kanë kërkesat shumëta, është e drejta jemja, vëlleza thotë është e drejta jemja, bashkëshortja thotë është e drejta jemja. A ka mundësi me javshtru një pyetje këtyve cilat janë detyrat e juaja? Kur ne punojmë me këtë matematikë, që me javë mësu detyrat cilat i kanë, atëherë ne kemi me pas lumturi dhe qetësi në familjen tonë. Hazreti Aisha tregon se kalonin javë ditë të tëra e në familjen tonë nuk u dheste zjarmi, nuk u zike asgjë, s'kishmi. Megjithatë, ajo shtëpi ishte e mbushur përplot me dashuri, me respekt, me komunikim dhe me iman. Familjeve tona nuk aty mungu asgjë, veç dashuri, respekt, mirë kuptim dhe iman, pak ma të zbet apo jemi. Sot baba kthehet nga puna, i lodhur, i raskapitur, hyn në shtëpi, gruaja me telefon dorë, nuk ngritet në këmbë. Vajza në atë fotelën tjetër ulur, me ato kufët në vesh, nuk interesan. Djali të bos napa kënena, nuk i interesan bile për babën. Sa e çuditshme, sa e dhimbshme është me pa një familje shqiptare, muslimane të këtill, përderisa na para pak viteve, kur ka ardhur baba ynë me kal me kerr, me traktor, apo me makinë me kerr, të gjithë antarët e familjes në obor, duke i dëshiru mirë se ardhje, dikush i ka thonë a u lodhe, apo që të gjithë,
dikush i ka ofruar ujë të ftoftë me gotë, dikush tjetër ja ka sjell një peshqer për t'i fshin djersët, të tjerët i kanë thonë buka është gati, leje këtë makinën, ne mirëmi me të, leje kerrin, ne mirëmi me të, ti eja buka është gati. Çfarë ndryshimi drastik është kjo? Faja është nga ne prindërit, që gjitha kushtet fëmijëve jemi duke javë plotësu si të drejta të tyre, po nuk jemi duke javë mësu cilat janë detyrat e tyre ndaj nesh edhe ndaj familjes tonë. Të dashurit e mi, armiku më i madh i familjes moderne nuk është mungesa e pasunisë, por mungesa e pranisë së zemrës mesantarëve të familjes. Lumturia në familje nuk është të gjesh një jetë pa probleme, por të gjesh qetësi në zemër përballë këtyre problemeve që i kemi. Njeri pa probleme, pa telashe nuk kemi, dhe krejt në fund zemra fëmijës është sikur një guri i çmuar e i papërpunuar. Ajo pranon çdo formë që i jepet. Çështja japmi na prindërt orientimin fëmijët, ata ashtu kanë me vazhdu. Zullumin më të madh ja bëjnë familjes përgjithësit, prindërit të cilët e lanë pas dore familjen. Këta janë zullumçarët më të mëdhenj të familjes që e lajnë të lirë, shka do le të bajnë. Të dashurit e me, këtë institucion të familjes po dëshirojmë ta forcojmë, ta rregullojmë dhe ta ndijmë kënaqësinë më të madhe në familje. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Nuk mundesh me gjetë as te posti, as te pasuria, as te dituria, te askush, sikur që mundesh me gjetë në familje. Allahu na i bë familjet e tona qetësi dhe streh për ne. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kamilina, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah yarhamukallah. Astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu